është antar i BDI-s. Është pasojë e këtij diskursi apo cila është arsyeja që kjo ndodhi? E di se është shqetësuese në fakt. Sigurisht që është shqetësuese dhe unë nuk e di, nuk mund të them që është pasojë që ka prapëvi politike, mirë po në Maqedoni edhe si kur tjetë me prapëvi politike, ky nuk është rasti i parë dhe nuk është rasti më tragjik. Në Maqedoni është vranë në Kondov një i ri gjatë zgjedhjeve, në kohën e PDSH-s, edhe e vranë aktivistët e PDSH-s. Domethënë e vranë të ri. Domethënë, ne në Maqedoni jemi vrarë me zveti në zgjedhje, jemi rrahër. Vetëm të bëhemi vazal të Partisë Maqedonase. Domethënë jo të bësh sundues, se të merrem me vesh. Në Maqedoni, përderisa ju qeverin nuk e zgjidhni sipas parimit të banditerit me votim të dyfisht, derisa buxhetin nuk e zgjidhni me parim të dyfisht, me këtë votim të dyfisht, derisa ju në Kushtetut nuk përmendeni, po jeni 20%, ju nuk jeni popull shtet formues dhe ju nuk mund bëheni sundues. Edhe unë e di që kjo është lehtë të konstatohet, po vështirë të realizohet. Se kjo realizohet në dy mënyra. Ose me revolucion, ose me atë që shqiptarët të tërhiqen nga gjithë institucionet e t'i krijojnë institucionet e veta paralele. Sepse përndryshe kështu do ndodhe kjo që ndodh. Këta luftojnë për të bë vazal, jo për të bë ministra. Ashtu e kanë emrin, këta ashtu quhen. Po këta janë ato ministre që ju them unë gjithmonë. Ministre që duhet të kryen vetëm një obligim, mos të përzihen në punët e veta. Sepse atje është sunduesi, edhe ajo dëshmua në mënyrën më të vrasht. Cilën legjitimitet e ka Vleni që është në qeveri? Legitimitetin e kryeministrit, e VMRO-s. Ata thanë që munden ju t'i përfaqësoni shqiptarët. Domethënë, ne shkojmë keq e ma keq. Ne shkojmë drejt asaj që nesër Partitë Maqedonase të krijojnë satelitet të veta, partitë të veta të vogla, siç i kanë krijuar. Ju për shembull e kishi këtë Gjitha partitë maqedonik, këto shqiptarët janë satelit të partive maqedonase? Shini, po ç'ishte besa e klanit të Lërcës kur bëni aleancë me LSDM. Çfarë është alternativa? E merr njëna, e të shkon te tjetra. Çfarë është besa te me klanit të Lërcës? Aty ku është sot nuk dhënë të nesërmen është një tjetër parti. Sepse Maqedonasi duan këtë, duan partitë të vogla, ata nuk duan faktorizim të shqiptarëve të mirë me vesh. Ata u morën vesh, partitë maqedonase u morën vesh që ta shpëtojnë Maqedoninë nga shqiptarët, se na e morën. Si erdhi në pushtet VMRO-ja. Duke u premtuar shqiptarëve se do a kthej Maqedoninë. Që a kështë e marrë BDI-ja? Po, do me thënë, edhe këtë nuk e kuptuan shqiptarët. Andaj ata edhe grinden me vetë. BDI-ja nuk hinë të këta satelitet? Ajo është shpikse satelitit. BDI-ja është shpikse satelitit? Ajo e shpiki satelitit. Satelitismin e shpiki BDI-ja. Si? Me regjimin e VMRO-s në kohën e Gruevskit. Me atë që ja mbulon të Gruevskit gjitha veprimet antishqiptare, prej Sopotit e deri te Kumanova e te likuidimi Harun Aliut, krejt. Se mos ishte BDI-ja brenda, ai nuk do guxonte ta bëj shkupin 2014. Nuk do guxonte. Sikur ti kishin thonë këto që ne tërhiqemi prej qeverisë, ai nuk do e bënte shkupin si Disneyland. As do t'i zëvendësonte me disa parti tjera? E këtu është problemi. Ku është tashti problemi? Se ti mund edhe të kesh parime, ta zëmë parime kështu se për shqiptare, për Maqedoninë më të. Po ai tjetër rinë bazdere. Ai që bilet ashti ndëgjën edhe kryetarin e PDSH-s shanë, ai rinë bazdere vlate, ti merren qeveria dhe ai. Shini, në Maqedoni, pas çdo bire të tretë, Maqedonasi thonë nuk bëhet shtet me shqiptarët. Ditën që ulen në kultukun ministror, shqiptarët thotë kjo Maqedoni është e mirë për shqiptarët.